Zgjerimi i shërbimeve sociale me bazë komunitare përforcon mbështetjen për personat me aftësitë kufizuara, duke garantuar akses, dinjitet dhe përfshirje reale në komunitet. Ministra e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Evi Sala, gjatë vizitës në qendrën e re komunitare në Divjak, theksoi se kjo qasje mundson ofrimin e shërbimeve dhe mbështetje sociale më pranë komunitetit. Është një shembull i bashkëpunimit shumë të mirë. Kjo është domosdoshme për të ardhur shërbimi në komunitet, atje ku është nevoja, atje ku janë njerëzit. Është bazuar krejtësisht në nevojat që ka prioritarizuar vetë bashkia në planet sociale. Synimi që kemi pas për moshat e vogla, për ndërhyrjen e hershme, mendoj që po fillojnë. Tani po kuptohet dhe po vinë për vlerësimin paraprak, ne po i drejtojmë atje ku duhet që të diagnostikojmë. Të kënaqur me qendrën? Po jemi shumë të kënaqur. Kjo është e rëndësishme që shikon ndryshimin. Ndryshon jeta jo vetëm fëmijës, por edhe familjes. Këtë vit, përmes fondit social, 14 shërbime të reja komunitare i shtohen dhe 84 shërbimeve të mëparshme, duke mbuluar kështu 61 bashkitë në vend. Qendra në Divjak është ngritur në kuadër të fazës së dytë të programit të përbashkët të Kombeve të Bashkuara, askush të mos mbetet pas, i cili financohet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe zbatohet nga UNDP, UNFPA, UNICEF dhe UNWomen në bashkëpunim të ngushtë me qeverinë shqiptare.